Këto janë idetë tona, se i kemi prezentuar ne në Asamblenë Komunale, edhe është mirë edhe kur të kopjojnë për mirë. Më vje mirë që ju kujtu, kë nuk e tha, pat rasin nuk e tha, domethënë e tha shumë, edhe jam autori parës. Nuk e tha, se tha me qytet, me qyteti ka 2000 nxënës. Faleminderit, Sokol, ju so shkolla menoni që keni mi pilotu për mësim çditor? Problemet në shkollave që ka jenë të thellu hala ma shumë në këtë 8 vjeqarë të qeverisës e Zotit e Lezi, paramendo drejtorët që bohën emërorën për ato shkolla, basë konkursit, ndihen me javë të tëra se kush ka marrë aty drejtor. Kjo dukuri dohet më eliminu, po ashtu edhe ndarja asat e orëve nga 10 orë për mësimdhanës, se po i vynë ma shumë për vota tash, është një shkelje shumë e rona dhe kjo. Po ashtu, të tema që po e potencojmë, është vërtet një sfidë shumë e madhe që kanë më ballafaqu të gjitha shkollat në Kosovë, edhe ne do të bëjmë një projekt pilot me një shkollë, pastaj do të shohim mbarvajtjen se si duhet shkoj edhe matutje për zgjeruar në territorin e komunës Linës. Faleminderit, Arben, ju çush e keni planin për mësim çditor? Ne spori do ta përmisojmë cilësinë e arsim duke mos lënë që degradohet arsimi siç është bëu deri tash. Unë kam përmend që fundi i degradimit të një drejtorie të arsimit, të një sistemi arsimor është kur një historian qohet në shkollë me matematik, çka mujmë ju bona nxënësve kur një historian e ligjeron lëndën e matematikës. Gjithashtu kem shkolla që një vetë që s'kan së mojnë teknologjinë e informimit një ndër lëndët ma kryesore në shkollë sot, që një vetë ka shkollë që s'kan mësimdhënës për tik, ndërsa të mësimi çditor, ne mendojmë startojmë me 2 shkolla pilot. Dihet se ky projekt është nisë prej subjektit tonë politik në Prishtinë, edhe për shkak të mundësive buxhetore mendojmë që me 2 shkolla, jo shkollat mëdha që po premtohen këtu, se shkolla Ismet Raci në Klin i ka 1300 nxënës dhe dihet kostoja e shujtave dhe ushqimeve për nxënës. Mësimi çditor mbas të akës. Mësimi tërditor do të fillon të pilotohet në vitin 2027, për arsye sepse me buxhetin e vitit 2026 nuk kemi mujt me parapo. Planifikojmë të themelojmë një kompani publike e cila do të merrej me furnizimin dhe sigurimin e ushqimit, sepse është një çështje jashtëzakonisht e ndihshme, e cila do të punon edhe për përfitime tjera, domethënë do të ketë një, por që kjo varet edhe nga aprovimet që bëhen nga Ministria e Ekonomisë, sepse jo rrallë herë na ka ndodhur që të kemi stopime, sepse kërkesat tona janë për themelimin e 2 kompanive publike që 3 vjet nuk ka përgjigje nga Ministria e Ekonomisë. Mësimin tërditor mendojmë në Klinë ta pilotojmë, në qytetin e Klinës, dhe ideja është që me i kalu shkollat në një ndrim, domethënë në një shkollë të jenë nxënësat e klasës parë deri në 5, 2 shkolla janë, po t'i kalojmë nxënësat në një shkollë nga 1 deri në 5 dhe një shkollën tjetër, ndoshta ideja është e tillë, sidoqoftë do të ketë edhe shumë debate për këtë formsim. Urna. Këto janë idetë tona, se i kemi prezentuar ne në Asamblenë Komunale, edhe është mirë edhe kur të kopjojnë për mirë, sepse s'ka gjë të keqe, ndërsa te kuzhina normalisht se pa asnjë kuzhinë qytetit, as nuk mund të implementohet projekti mësimit tërditor, andaj secila prej subjekteve politike në këtë rast ne na bie kjo barë besoj nga 12 tetori, që duhet fillimisht ta formojmë kuzhinën e qytetit, në mënyrë që të kemi mundësi ta implementojmë si projekt. Më vjen mirë që ju kujtu, ky nuk e tha, pat rasin nuk e tha, domethënë e tha shumë, edhe jam autori parës. Nuk e tha, se tha me qyteti ka 2000 nxënës. Po nuk e tha ti. Edhe 10.000 euro është dita vetëm për shujta ditore, kështu që është goxha sfiduese kjo, po këta nuk e kanë fort problem edhe nëse nuk arrihet me u realizu. Zenon, po s'po di sa më fol për këto gjëra. Qytetarët e Klinës e dinë, kanë mbështet 2 mandate, të shohim, besoj që premisat janë të mira për mbështetjen e mandatin e 3 dhe bin poshtë këtë çfarë po thotë.